telefonata që do jetë tani, Erisa, është një grua e martuar. Jo, tani s'është më e martuar. Nuk është më e martuar, është divorcuar, por zbuloi që burri i saj për 10 vitesh ishte gay. Kështu që ne do ta kemi Erisa në telefon për të na treguar gjithë historikun si e zbuloi, si e përjetoi, si është marrëdhënia e asaj tani me ish burrin. Kështu e merra. Kështu që regjia të lutem, na lidh pak me Erisën. Erisa, mirë se erdhe në Pa Manual. Mirë se erdhe. Përshëndetje gocëni, si jeni? Mirë, si je ti? Si të gjeti kjo? Mirë. Telefonat. Pak, si me thëmë, pak, jam pak kështu si në gjëmbë, si nuk është gjë lehtë. E para njerë, ti fatkeqësisht nuk je as e para, as e fundit që ke një histori të tillë. E dyta, po e di. Ndihu si në shtëpinë tënde, me shoqet e tua. Ke emocione ti nga ne? Po, jo, jam po si e shtëpis, duke ju pak e shumë jam po si e shtëpis me Po, pra, eksaktësisht. Po ti je pjesë të këshillit ndrikullave, nuk të kesh emocione. Po se kisha imagjinuar, nuk e kisha imagjinuar asnjëherë që ti isha në telefon me ju. Dhe faleminderit. E shi si vjen jeta Erisa. Të gjithë kanë një histori për të ndarë me Pa Manualin. Thjesht disa zgjedhin dhe ta tregojnë disa të tjerë jo. Jo, më erdhi shumë spontane kur jam përgjigjur asaj stories që vut edhe se është e vërteta e ime dhe më erdhi kështu direkt. Erisa, na trego pak si e zbulove ti që burri yt ishte gay? Dyshime unë faktikisht i kisha pasur gjatë ditës, gjatë martesës. Por me fakte e kam parë pas ndarjes. Si nisi historia juaj? Si u bët bashk? Ne si u bëm bashk me shkuesina, kanë martuar me shkuesi. Unë se kam dash të reja të kthesha tek prindrit e mi dhe ime më thoshte jo sa e gjithë burrat e një lloj, do ta duash, do ta dashurosh me kohën e kështu. Gjë që absolutisht s'është e vërtet. Edhe kaluan 10 vjet. Me atë, por që unë kam qenë e vogël, 10 vjet dhe unë kam qenë 19 vjeçe kur më kanë martuar, si më thon, edhe kam qenë një farsensi ignorante, se isha dhe e padal, dhe ai ka qenë i pari, pastaj duke u rritur, duke kuptuar dhe se çfarë doja unë dhe duke krijuar dhe karakterin tim, se janë shumë faza me kaluar nga 19 deri 29. Po. Se rritesh edhe derisa mora vendimin që thash stop. Në fillimet tuaja, kur ju ishit u bët bashk, pavarësisht se ju u gjetët me shkuesi, pra ty ta gjetën prindrit. Po si ishte, domethënë, ai intimiteti, a kishit afërsi, a krijove ndjenja me kalimin e kohës, siç tha mama? Jo, ndjenja nuk kam krijuar as edhe një herë, mund që e kam pasur xhan, po, se s'mund të them që se kam pas xhan, se të rish me njëri për 10 vjet normal që ke xhan. Por asgjë më tepër. Intimiteti ka qenë në fillim, unë s'kuptoja, nuk tani them sa ignorante kam qenë, nuk kuptoja, dhe atëherë ishte shumë i rrallë. Por që nuk më bënte përshtypje se akoma se dija se kisha mësuar akoma derisa. Po sa i rrallë? Sa vjeç ishte? Më fal, sa vjeç ishte ai më i madh se ty? Ai ti ishe 19, ai sa vjeç ishte? 29. Ndjes se nuk e dëgjova? 29. Kishim 10 vjet diferencë. Ai ishte 29 vjeç dhe prap ju të dy në fillim nuk kishit raporte seksuale. Shumë të rralla, dhe atëherë ishin një herë në muaj, një herë, 2 herë në muaj. Edhe në fillimet tuaja? Po. Unë e di dhe nëse kemi dhe një fëmijë bashkë, dhe unë e di se kur e kam konceptuar fëmin, dhe e di datën saktë, sepse për aq rrallë sa herë ndodhte dhe e di se kur. A ke menduar ndonjëherë gjatë kësaj periudhe sikur ka diçka që nuk shkon me ty, pra je ndjer keq që ke menduar që ka diçka që nuk shkon me mua, që ky do të bëj marrëdhënie seksuale 2 herë në muaj? Unë e kam menduar për 10 vjet rresht. Për 10 vjet rresht ka qenë nuk jam ndier asnjëherë asnjë kompliment apo asnjë gjë prej gjëje, saqë
kam dhe një video që sepse askush nuk më besonte, sepse unë i thoj që se edhe me shoqet ti i ndan ato detaje për të kërkuar dhe mendim, për të parë dhe mendim, dhe nuk kishin dishë kështu si pak dyshimi, dhe sa që unë një natë i kisha përgatitur si të them një darkë të veçantë me qiri e veshura, edhe kur vjen nga puna, më thotë çka ke bërë kështu? Ç'është kjo që ke bërë ti? Vjen aty, edhe pastaj unë ndikit lajm. Edhe më ashtu që refuzon një darkë romantike. Nuk pati asnjë lloj reagimi. Domethënë thjesht pa do i do lajm. Çka ke bërë kështu i tha? Po, unë e dia dhe prandaj unë kam filmuar këtë dhe kur i kam treguar këtë, pastaj aty kam besuar. Dhe pastaj unë i mblodha dhe ja futa gjumit. Më tha, i mblodha? Ja futa gjumit, po. Shumë mirë bëre. Po ti ke pasur për shembull mendime që ai mund ta thonte me ndonjë femër tjetër? Po dhe e shife që po me femër nuk shikoj asnjë femër. Se i kam nuk ishte asnjë shoqe vërdall ti, asnjë, domethënë i rrethoi vetëm nga meshkuj, kishte meshkuj, domethënë si ishte. Po, okay, kishte kolege pune kështu, po që nuk më linte asgjë për të dyshuar me gocat. Me meshkut isha, thej okay, në rregull se janë çuna, është s'më shkonte kurse si mendje, edhe pse ai gjatë këtyre viteve ai e thoshte gjithmonë që seksi më të mirë e ka bërë me një trans. Ta thoshte ty këtë gjë? I sinqert. Deri diku. Dhe nuk ka qenë plotësisht i sinqert, po që ne nuk e... Një sekond, ai të thoshte ty që seksin më të mirë e ka bërë me një trans? Ja, gruas vet. E thoshte me shaka, po që trans të operuar apo të pa operuar? Nuk merrte seriozisht. Trans të operuar apo trans të pa operuar? Po nuk shmeglim ato të veta. Po detaje se nëse është i operuar, është të paktën gjysma të keqes. Ai e pas ka thënë. Të pa me sa di që jam dijeni që më ka thonë, ishte i pa. Wow. Pas sa kohë që bënte këto shakara, Arisa? Gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës e ka bërë. Dhe ti mendoj që po bënte shaka? Po, se nuk është se fliste shumë kur binte mohabeti, ai e thoshte, është shprehte këtë. E thoshte. A e thoshte edhe në syt njerëzve të tjerë? Po. Po? Po. Po, e thoshte edhe në syt të tjerëve, dhe prandaj nuk u merrte ka shumë seriozisht sa që ishte bërë, u bë si tip batute. Jo, batut është deri në një pikë, pastaj... Një pyetje se jam shumë kurioze, se unë kam shumë qejf të vizualizoj historitë, njerëzit e historisë. Si dukej ai kështu në pamje? A kishte ndonjë... Ishte maskulin? Atëherë, pastaj kur kur më erdhën ato dyshimet që ky mund të ishte i orientuar drejt seksit tjetër, aty pastaj më erdhën gjithë déjà vu të pjesë të ndër vite, të gjërave që kishim kaluar, për shembull, ndoshta nuk do thotë gjë, por nuk e di, më bën që të besoje pastaj, sepse ishte gjithmonë me rrobat me ngjyra, vetëm roz, portokalli, të ndezura sa që unë. Elisa, më motor. Mendoj që ti ke qenë problemi në këtë marrëdhënie. Se ai ti pas ka dhënë sinjalet kështu. Ishte roz, nuk ka. Është vërtet ajo. Ndezura, se okay një roz ne bën një. Jo, vetëm për ngjyrat, portokallia ndezur po më shqetëson. Jo, pra, ajo është sikur të vetë. Jo vetëm për ngjyrat, po aty sinjale pas ka patur gjithkohën. Erisa pas ka thënë. Unë thash, ai ka pasur, por që isha unë ajo ignorante që nuk arrija do të ta kuptoj, derisa arrita e kuptova pastaj. Tani ti u nave pas 10 vitesh, çka ka ndodhur me të? Tani ai është deklaruar? Jo, absolutisht, dhe këtë sepse ne kemi folur, unë pasi zbulova, ne kemi folur dhe ai më kërkoi, ma tregoi, ma pohoi me gojën e vet, edhe që unë isha thjesht një mbulesë e bukur për orientimin e tij, që okay, familja perfekte dhe
Sa Mua më keq. vjen Tani shumë është- keq për ty normalisht, sepse është një gjë shumë e rëndë që nuk është gjë e bukur ta kaloj askush, po edhe për atë më vjen keq se në situatat që, domethënë mund të kishte qenë kushdo përveç, domethënë në vend të erisës, nuk është që ai e zgjodhi t'ja bëj kastile, thjesht edhe ai ka kaluar shumë vujtje me veten e vet gjithë këtë periudhë që duhet jetonte një jetë të dy fish, dhe jo jetë të dy fish tradhtie si një mashkull i martuar, jetë të dy fish të dy Realisht të fish. dyfisht, po. Tani ai është lidhur me Aty një çun? E ka dika, por që normal që mundohet që të jeti kujdesshëm, sepse edhe tani mi thot gjërat, jemi bërë si të themi shok të mirë. Mi tregon çdo gjë, jemi vërtet shok në sensin që un jam çdo gjë unë i di tani për atë. Ju nuk jetoni më Se bashk, është- apo jetoni bashk për hir të djalit? Absolutisht. Jo, absolutisht jo. Ah. U bën janë gati 6 vjet që jemi ndarë, që gjithse kush i vazhdon jetën e vet. Ai në shtëpinë e vet, unë në të Ka timen. vazhduar jetën. Por që Jam shkojmë- shumë kurioze por që se e shkojmë ceke shumë pak, mirë. Erisa. Si e zbulove ti që ai ishte gay? Domethënë, cili ishte momenti? Ç'a kape në një Gjë e gjë, në një fundit, mesazh, gjë e gjëja fundit? më që vulosi. Atëherë, ishte që sepse unë pasion dava, rimora jetën time në dorë dhe fillova të studioja, të ristudioja. Dhe shkolla ime ishte një afër me, thuajse ngjit me shtëpinë e tij. Dhe pash që ishte me një shokun që ai ma kishte prezantuar si shokun e vet, që u futën në shtëpi dhe ishte darkë. U jam kthyer në shtëpi, ndite mund të kemi 2 orë, 3 orë maksimumi, dhe gjeta justifikimin që djali i donte arushin e tij të preferuar se nuk po arrinte të flinte, ishte zgjuar e kështu. Thjesht ishte preteksti, se s'dija çatë, thjesht për të pasur unë një konfirmim që unë s'isha unë aq që çmendur sa të mendoja atë gjën. Po. Që ky ishte nga ana tjetër. Dhe thjesht aty pas që kur hapi derën, ma tregoi dhe vetë që u pa, që në krevat ishte shoku. Për sa kohë ta kishte prezantuar ai si shokun e vet? Ishte nga të 2 vite. Ua. Ti the që pasi u ndave e pe këtë episodin, po pse vendose të pasi ndahesh? Nëse se kishe zbuluar Ah, akoma 100%, ta kishe konfirmuar se zbuluar ti. Sepse nuk përveç kësaj unë isha vetëm, unë bëja edhe burrin dhe gruan. Mund që t'ju them që unë për të lindur kur do lindja më djalin, kam marrë makinën, kam shku maternitet, kam lindur. Dhe kur jam kthyer, kam marrë djalin, kam hip makinën, se jam kthyer në shtëpi. Kam qenë totalisht vetëm. A kjo për shembull është maca ruse se gjithse ai s'kam ka pas, qenë gay, po nuk pse ka s'është qenë- prezent në Për djalin e jetën tij. e Jo, për atë se djalin. ka pasur. Orisa, Nuk ka qenë asnjëherë prezent. po ti, a i the prindërve të tu pastaj që zbulove që ai ishte gay? Jo, nuk e kam thënë nuk e kam thënë. Kur kujt. As prindërve të ti, as prindërve të tu. Absolutisht, jo, dhe duke njohur dhe prindërit e tij edhe çfarë mentaliteti e kanë. Dhe mbi kish sepse do i bëja dëm atij, edhe djalit pastaj, nëse është ai, edhe djali do të vuante. Dhe është një si tip zinxhiri dhe prandaj e kam evituar këtë gjë. Si ndihesh ti, domethënë tani në përgjithësi, dhe si je? U zgënjeve shumë, a ndihesh sikur të kanë humbur? Jo, nuk, atëherë duhet të zhgënjesh, ndoshta po, por nuk jam zhgënjur për faktin se nuk e kam dashur. Që të thoje ta doja si person apo ta dashuroj asnjëherë. Dhe s'ka pas një gjë që përveç djalit, okay, në rregull, por që asgjë tjetër. A u ndjeve të Përkundër çliruar? se nga një anë jam lumturuar që jam them, okay, shoqëru çlirova. Dhe them të qenë vendimi më i mirë ever që unë kam marrë në jetën time. Qartë. E bëhet shumë qefi që ndaj të historinë me ne, edhe pse është pak e vështirë për të treguar. Faleminderit Erisa. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit ju goca, jeni Thank shumë you. të mira. Të përqafshojmë.